Një koncert organizuar në Katedralën Shën Shtiflin në Shkodër, koncert organizuar në nder të kardinalit Ernest Simoni me rastin e 7 vjetorit të shëgurinë të tij me shtarak. I pranishëm ishte nunci apostolik i sapo emëruar Imzot Miroslav Adamzik. Pjesë e koncertit ishte kori kardinal Bartolucci. Jemi të mbledhur jo vetëm për të dëgjuar një koncert, por për të falenderuar Zotin për dhuratën e një jete të dhënë plotësisht në shërbimin e Ungjillit, në vuajtje, në qëndrese dhe në dëshmi beznik ndaj Krishtit. Jeta e kardinalit është një dritë për kishën tonë dhe një shenjë shpresë për popullin tonë. Shpesh shpreh mirënjohjen time të përzemërt edhe për korin e fondacionit kardinal Bartolucci, për të gjithë organizatorët dhe bashkëpunëtorët që bën të mundur këtë mbrëmje të bukur. Le të jetë kjo natë një himn në falënderimi ndaj hyt, një shenjë nderimi për kardinalin ton dhe një ftesë për të gjithë ne që ta jetojmë fen me guxim, me dashuri dhe besnikëri. Offriremo un programma dedicato alla musica dei papi e si esibiranno cantori che vengono dalle più importanti istituzioni. Do të ofrojmë një koncert me muzikë të kryesore të papëve dhe me repertorin e muzikës së zgjedhur nga Vatikani dhe nga Roma. Në fund nuk mungoi një mesazh nga kardinali Simoni. Zoti ju mirëfort për ta jetën, falenderoj gjithë shpirt ekipit të madh që ka për shantat papi për Kapelën Sistine Italiane. Më nëru popullin tonë, laudin e madh Krishtit e gjithë popullin.